pas atentatit dolën në media se ju dhe bashkëshortja kishit prona në gjirin e Larzit. A mund na shpjegoj se si ndodhen këto, duke qenë si përfituat këto prona, për të qenë edhe për të ezauruar këtë pjesën e diskutimeve dhe debateve që u bën edhe në atë kohë? Bashkëshortja ime është avokate mbrojtëse. Bazë ligjit për profesionin avokatit në Republikën e Shqipërisë, janë disa mënyra se si parashikohet mënyra e shpërblimit punës që kryen një profesion i lirë siç është avokatia. Dhe janë ose nëpërmjet pagesës, me mjete financiare, ose në natyrë me marrëveshje mes palëve. Në rastin konkret, janë bë procedurat lidhje me kthimin e trajtimin e një prone të caktuar dhe për shkak të kësaj prone të caktuar, bashkëshortja ime ka përfituar mbas një kontrate me palën, klientin, ka përfituar sipërfaqe toke. Kontratat janë të bëra përpara noterit, janë të përcaktuara dhe me hartë treguese dhe nuk kanë asnjë lloj lidhje me ato pronat e pretenduara që pas ka pas interesa ky grup apo ai grup apo persona të caktuar. Pra, është thjesht një tymnaj të cilën më vjen keq të them, po disa gazetarë për interesat dikujt i kanë amplifikuar dhe i kanë sjellë në tryezën e publikut sikur kanë lidhje me pronën. S'kam lidhje asnjë lloj konflikti me asnjë. Drejtuesi i prokurorisë, a ka pas raste, sepse keni qenë drejtues prokurorie dhe prokuror në Durrës, dhe për këtë fakt është aluduar përfitimi i pronave. Ja. Sa ju a mendoni, a keni pas ndonjëherë një mënyrë të paligjshme të përfitimit në një prone në Durrës, duke qenë që ishit drejtues prokurorie apo prokuror? Jo. Absolutisht. Këta janë të bëra me vendim të Agjencisë Kthimit Kompensimit Pronave, të cilat janë kundërshtuar më pas në gjykatë. Gjykata ka vendosur përkatësisht në favor të klientit tonë. Për i pjesë vogël se agjencia i ka dhënë një herë fillimisht të drejtë klientit, ndërsa për i pjesë që kanë qenë dakord, është bollë gjyq, është gjithçka e zaruar, është e deklaruar në institutin e lartë. Një përfitim të paligjshëm të pronave duke shfrytzuar pozicionet e tyre. Po kjo është tërësisht e vërtetuar me dokumenta, me akte, me kontrata. Po të kishte pas diçka të tillë që për parantezë, prokuroria e posaçme, në ditën që më ka ndodhur ngjarja mua, ka marrë gjithçka, ka lënë gjë pa verifikuar në lidhje me pronat e mia. Sigurisht unë autori i atij atentati. Thjesht për t'ju serviloz të famshmit kryeministër të këtij vendi sot. Kështu që e kanë bërë më së miri detyrën. Bile e kanë tejkalu masën nga biprana profesionale, sepse ti beson aftësitë mia profesionale, paktën ti personalisht. Dhe ata që më po s'kan nxjerrë një konkluzion të paktën. Jo, e kanë bërë një skaner të plotë pronave të mia, të familjes time, të punës bashkëshortes time, kanë marrë telefonat, kanë bërë ekspertim të telefonave të mia, edhe pse isha viktime e ngjarjes. Jo, kam lënë të lira, madje vetë zoti Domani, që unë e ti e njofin mirë që në fillimet e vetë, apo dhe sot. E ka më shku nga muaj mars, kur ishte pandemia dhe ishte kufizuar lëvizja njerëz, kam dhënë një deklaratë aty. Dhe një nga telefonet që ndodhesh aty ishte i telefoni dytë që unë kisha vendosur vetëm me shoferin dies pas. Nuk kishin arrit të hapnin, edhe maj mend si sot, edhe pse kishin kaluar 5-6 muaj nga ajo, memorie të mirë. Më pyeti po ky telefoni, tha, di gjoj kujt është i imi, thash. Se ishin disa telefona në makinë që s'më përkisin mua, vetëm një më përkiste, 2 më përkisin mua. I thash ka këtë kod, e maj mend si sot, 1862 mos ka boj, kodin PIN, thash edhe merë, ekspertoj, është me filonin, është këtu. Kaq. Pra, kanë bërë një hetim të hollësishëm. Ja ta vazhdoj dhe fjali. Pse e them këtë? Nuk kam asnjë lloj ngarkesë emocionale, pavarësisht se duhet kisha. Po, sepse ishit viktimë realisht. Se isha viktime një ngjarje të rëndë kriminale, isha prokuror i shtetit shqiptar dhe gëzoj status tjetër në raport me çdo kandidat. Jo përpara ligjit, pra po të kem bërë vepër penale, absolutisht s'kam asnjë status të privilegjuar. Po isha viktime ngjarjes penale. Tani të gjitha rezultatet e hetimit, përfshirë dhe komunikimet e mia me ish-kryetarin e Bashkisë Durrësit, ish-kryetarin e Bashkisë Kavajës apo ish-kryetarin e Komunës Shëngjinit, janë marrë nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit i famshmi Theo Jacobs, do të përmend, do të pyes në fakt më vonë në lidhje me i cili ka përmend gjitha këto që i kishte marrë nga zoti Domani. Pra, edhe listën analitike të tabulateve telefonike. Pra, prokuroria e posaçme e garantoi dhe publikun që ka bërë një skaner plot të provave
të pronave të mia dhe gjithë dokumentacionit shoqërues ku unë kam lënë gjurmë dhe familja ime. Dhe nuk ka gjetë asnjë gjë të kontraligjshme.